TV Horizonti. Bleona Mata kthehet në Shqipëri, në shtëpinë e saj. Pas më shumë se 15 vitesh, vjen edhe një lajm i gëzueshëm për të gjithë shqiptarët kudo ndodhen. Bleona Mata pritet të kthehet në atë dhe këto ditë. Sipas burimeve të besueshme, Bleona ka kontaktuar personalisht me familjen e saj e po ashtu edhe autoritetet shqiptare, duke konfirmuar kështu se ndodhet në prag të kthimit në Shqipëri. Detajet e reja janë zbardhur. Në vitin 2010, Bleona u pa për të fundit në fshatin e saj në Zapot të Kukësit. Gjatë kësaj kohe, ajo atë ditë ishte duke kullotur bagetit në malin e fshatit. Pas ikjes së saj, autoritetet shqiptare e po ashtu edhe mediat janë munduar me një intensitet të lartë për të gjetur e për të zbardhur këtë ngjarje. Në vitin 2019 u raportua se autoritetet britanike kishin nisur një sër kërkimesh për të kuptuar se ku ishte Bleona Mata, pasi kishte informacione se ajo mund të ishte parë në disa shtete të ndryshme, kështu duke përfshirë Greqinë e po ashtu edhe Anglinë. Një qytetar shqiptar që jetonte në Londër deklaroi kohë më parë se kishte parë një vajzë që gjante shumë me Bleona Matën. E sipas tij, po ashtu edhe një person tjetër kërkonte një shumë të hollave në mënyrë që ta kthente atë në Shqipëri. Megjithatë, këto informacione nuk u konfirmuan zyrtarisht asnjëherë. Kthimi i Bleona Matës. Sipas burimeve, Bleona ka arritur kontakte me familjen e saj në Kukës, duke shprehur dëshirën për të kthyer në shtëpi. Ajo ka ndarë me ta eksperiencat e saj gjatë këtyre viteve jashtë vendit, e duke theksuar se është mirë e se mezi pret të ribashkohet me ta. Familja Mata shprehur e emocionuar e po ashtu edhe gëzuar për këtë lajm, duke pritur me padurim kthimin e Bleonës. Reagimet e komunitetit. Lajmi i kthimit të Bleona Matës ka ngjallur emocione të forta në komunitetin e Kukësit. Banorët kanë shprehur mbështetje dhe gëzim për ribashkimin e familjes Mata, duke theksuar se ky është një moment i veçantë për të gjithë. Ata shpresojnë që ky lajm të sjellë edhe më shumë shpresë për familjet e tjera, që po ashtu kanë të njëjtin rast apo të njëjtin histori si ngjarja e Bleona Matës. Një lajm që po bëhet viral në të gjitha mediat shqiptare e po ashtu edhe jashtë vendit është kthimi i mundshëm i Bleona Matës në Shqipëri, pas më shumë se 15 vitesh qëndrim në një vend të panjohur. Mund të themi se kjo është një nga historitë më interesante në historinë e vendit tonë e po ashtu edhe jashtë vendit nuk ka ndodhur një ngjarje e tillë. Kohët të fundit po flitet se një personazh i njohur e po ashtu shumë i dashur për shqiptarët është duke luajtur një rol kyç në kthimin e saj. Një hero, mund të themi. Për herë të parë po flitet për një personalitet të njohur shqiptar që ka ndërmarrë hapa të jashtëzakonshëm për të ndihmuar Bleonën të rikthehet tek familja e saj. Si duket, ky individ ka vendosur që të ngel për momentin anonim, donese burime të njohura dhe të besueshme për ne tregojnë se ai është një emër i shquar në muzikë dhe në showbiz. Ai si duket ka përdorur influencën e tij dhe mundësitë e tij për të organizuar këtë gjë që ajo të sjell Bleonën në shtëpi. Sipas burimeve të afërta, ai ka kontaktuar autoritetet ndërkombëtare e po ashtu edhe ka bashkëpunuar me institucione të tjera, të cilat janë të specializuara për të ndihmuar raste si te Bleona Matës. Pas një pune intensive, ky personalitet ka mundësuar që Bleona si fillim të kontaktonte me familjen e saj. Po ashtu, duke siguruar që gjithçka po shkonte më së miri e se Bleona është në rregull deri në momentin kur ajo do të kthehet në shtëpinë e saj, si duket përfundimisht në Shqipëri. Përpjekjet dhe ndihma që po ndodhin për momentin. Një nga arsyet që ky
personalitet ka vendosur të përfshihet është si duket. Pasi është prekur nga historia e Bleona Matës, ndaj edhe ka vendosur që të vërë veten në dispozicion për të bërë të pamunduren për çdo gjë që është nevojshme që Bleona të kthehet në shtëpi. Ai si duket ka qenë një nga mbështetësit kryesor të fushatave që kanë bërë sensibilizimin publik për ndimen e Bleona Matës. Ai ka vendosur po ashtu edhe të prononcohet për gazetarët tanë, shkurtimisht, duke thënë: Bleona është një pjesë e historisë sonë. Çdo shqiptar mendoj se e ka ndëgjuar të paktën një herë historinë e saj, e nuk besoj se nuk ka shqiptar që nuk është prekur nga kjo histori. Mendoj se kam besim se ky është momenti i saj për të gjetur paqen e po ashtu për të shkuar përsëri në shtëpinë e saj. Kam shumë vite karrierë në skenën shqiptare. Nuk kam përjetuar ndonjëherë gëzim më të madh se sa ky, ndaj edhe mendoj se çdo mund dhe sakrificë ja ka vlerëtur, ka thënë ai në një intervistë të shkurtër ekskluzive për gazetarët tanë. Edhe pse nuk është e lehtë, por unë jam duke bërë gjithçka që është e mundur për ta sjellë Bleona Matën përsëri në shtëpinë e saj, në fshatin e saj, në Zapot të Kukësit, aty edhe ku i takon. Pasi Bleona Mata ka arritur të kontaktoj me familjen e saj, prindrit dhe të afërmit janë shprehur më së të emocionuar, e po ashtu edhe të ngazëlluar për këtë zhvillim. Ata janë duke përgatitur çdo gjë për ta pritur atë në aeroport si fillim, e pastaj për të filluar si duket një kapitull të ri në jetën e saj. Kthimi i saj në Shqipëri është bërë një shenjë shprese, mund të themi, për çdo histori të ngjashme si ajo e Bleona Matës. Padyshim, ky është një lajm që shkakton emocion për të gjithë ata që ndëgjojnë. Lajmi ka gëzuar shumë shqiptar dhe është shpërndar shpejt në rrjetet sociale, ku të gjithë shprehin gëzimin dhe mbështetjen që do të kenë për Bleona Matën, e po ashtu edhe për vendimin e saj që ajo do të marrë në vazhdim. Shumë persona gjithashtu kanë filluar të shprehin falënderime për personalitetin shqiptar, i cili, si duket, ka luajtur më të vërtet një rol kyç në kthimin e Bleona Matës në shtëpi. Ata thonë se ai është bërë një shembull i madh për të gjithë ata që besojnë se gjërat e mira mund të ndryshojnë, e gjithashtu me veprime të drejta dhe të mençura. Si përfundim, ky kthim i mundësuar nga ky personalitet i njohur, që për momentin ka vendosur të ngelet anonim, është më shumë se një histori suksesi. Është më shumë një mesazh shprese, e po ashtu edhe solidariteti. Bleona do të kthehet në vendin e saj dhe ky moment do të mbetet një nga më të rëndësishmit për shumë njerëz që e kanë mbështetur rrugëtimin e saj, e po ashtu edhe e kanë dëgjuar këtë histori. Ju falenderojmë që na ndëgjuat deri në fund. Nëse jeni gëzuar për këtë lajm, bëjeni like.